Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jam rehatuar se përballë kam një mik të vjetër, kam një shok të fëmirisë, i cili pastaj u zhvillua në njërin, të themi kështu, prej shefave më të mirë në Kosovë. Është një mik i vjetër të cilin edhe ju e keni parë shumë shpesh në radio televizionin 21 duke gatuar në kuadër të emisionit të shkurtër Çka ka me hangër. Para jush, miq të nderuar, dhe para meje sot në bashkëbisedim, shef Arsim Mehmeti. Arsim, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjej. Unë për ndryshe Arsimin e thras maestro, gjithmonë e kom thirr maestro, se gjithmonë më kanë pëlqy ushqimet e tia dhe përgatitja e tij. Edhe për maestron, para se me fillu bashkëbisedimin, do të doja ta ndjekim një dokumentar të shkurtër të cilin e ka përgatitur Ben Apolloni. Arsim Mehmeti ka lindur në Prishtinë, në një kohë kur historia shkruhej me dhimbje e qëndres, jetën nisi si çdo djalë i thjesht, por me një ndjenjë të hershme, se rruga e tij do të dilte jashtë të zakonshme. Shkollimin fillor dhe të mesëm e përfundoi në qytetin e lindjes, ndërsa Aprilli zjarrt i vitit 1981 e gjeti si ushtar të ri, në një kohë kur demonstratat studentore tronditnin themelet e sistemit jugoslav. I ri në mosh, por i pjekur në mendime, u bë një nga inspektorët më të rinj të UDBA-s në nivel federativ. Krahas punës përfundoi edhe shkollën e lartë të punëve të brendshme në Beograd, por fryma e kontrollit dhe përuljes që mbretëronte në atë sistem nuk mund ta burgoste shpirtin e tij liridashës. I larguar nga detyra për mungesë rezultatesh, një eufemizëm për mos nënshtrem, Arsimi zgjodhi rrugën e vet, krijimin, mikpritjen dhe ndërtimin e një bote të re përmes shijes dhe respektit ndaj njeriut. Në vitin 1991 themeloi restorantin e tij, A&A, një hapësirë që shumë shpejt u shndrua në më shumë se një vend ku hahet, një tempull i kujdesit, kulturës dhe komunikimit. Në mbi 34 vite, përvojë në këtë fushë, më shumë se 1 milion mysafir kanë kaluar nën strehen e kuzhinës dhe zemrës së tij, nga punëtorë të thjeshtë deri te personalitetet të shquara të botës. Në mesin e atyre që ka pasur privilegj të shërbej, përfshihen edhe princi Robert, princesha Anne, familjar të regjimit të Pahlavit, president, kryeministra dhe personalitetet të tjera të larta nga e gjithë bota. Në vitin 1994, ai ishte pjesë e ekipit të sigurisë në Olimpiadën dimrore në Sarajevo. Një eksperiencë rradh në një vend edhe kohë ku sporti dhe shpresa përpiqeshin të mbjetonin përballë kaosit. Por jeta e tij nuk u shkëput kurrë nga vorbulla politike që trondiste Kosovën. Në vitet 1995-1996 u arrestua dhe u dënua si i burgosur politik. Persekutimi nuk ndalej, prandaj u detyrua të braktiste vendin, fillimisht duke u strehuar në Shqipëri për t'u larguar më pas drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 1997, në kulmin e trazirave që përfshinin Shqipërinë. Atje në dhe të huaj e nisi nga e para, me të njëjtin pasion, të njëjtin përkushtim ndaj punës dhe me të njëjtën dashuri për njeriun. Për 6 vite më radh ishte autor dhe prezantues i emisionit gastronomik dhe kulturor Çka ka me hangër, një program që bashkonte shijen, kujtimin dhe bisedat për plot batuta e humor. Jeta e tij është një rrëfim i pazakont për një njeri që ka kaluar nëpër shumë sfida, por ka mbetur i njëjtë në thelb, i drejtë, i palodhur dhe me një pasion të thellë për jetën. Nga zyrat e errta të sistemit, te dritat e kuzhinës, nga qelit e burgut në fjalën publike, nga tryezat mbretërore në tavolinat e njerëzve të zakonshëm, ai ka ecur për herë me kokën lart dhe zemrën plot. Prandaj sa herë që bëhet fjalë për një shef fantastik, që gatimet e tij shoqëron edhe me mikpritje e humor plot sharm, Arsim Mehmetin të gjithë e kanë majet gjuhës. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Arsim, si e? Mirë. Kove të fundit tash ke ra pak si në pension, të themi ashtu. Ashtu me thonë. Për shkak se restoranin e mbylle. Nuk e mbylla, po edhe ashtu me qira. A po sillesh anë ka restorani hiç ajo? Ma pak, shumë ma pak. Ma pak. Si po e kalon kohën? Nuk po du me hy me një herë në ashtu? Jo. Kohën po e kaloj mirë shumë. Në kontekst mirë shumë, sepse ai kafja me mëngjesit, para pregaditja pak për
Drekën, e bëj drekën, kur kam kohë edhe kur jam andej pari. Rri me familjen, me vajzën, me nipin mesën, dhëndrën. E kaloj kohën aty me ta, nuk jam I vetëm. Shumë Kështu që e kaloj një kohë shumë të mirë. Shumë bukur. Mirë, Arsim, ty të gjithë të njohin, publiku I gjerë të themi kështu, të nje për mes emisionit Çka ka me hongër. Mirë po, ne, miqtë e tu, të njohim prej restoranit A&A, që rrallë të shishim, se ishe në kuzhinë, mirë po edhe I dim gatimet e tuja, prandaj edhe je sot për të gatuar për miqtan, por edhe për të treguar pak për jetën tënde, për shkak se shumë rrallë kush I pyet shefat se si e kanë pas jetën, si janë zhvillu të jenë këta sot. A mund të fillojmë prej fëmirisë, që shorrit Arsimi? Rrallë e heq, sa kanë vjetë krukush. E para jeti që në vetë, për jetën tonë private. Ndoshta edhe pse e di se nuk është letë me... Një risi në atë kontekst një dalim, pra e saj se gjithmonë kemi folë për pregaditje, për ushqime, për produktet, për kur, për jetën tonë private. Unë po vjen mirë. Po çka me thonë, unë si fëmi, kur kam linë, kanë mendu se kam linë I vdekt. Edhe me një kofe tuj, kanë rinjallë, kofe tuj ftoftë. Ftoft? Po. Ke linë në shtëpi? Jo në spital. Spital? Edhe gjithë thanë, jo, Allah, kjo lindi dek, po njëni prej mjekve, jo, ka dhe, prit pak. E mu një kofe ujtë ftoft, edhe më ka këti. Ta atë tërë kom fillu me qajtë. Se të kohër ftoft? Edhe atë pëse kam kohër ftoft, edhe sëtë asë e ditë, unë e kom I natit ftoftit. Në gjetit e duroj shumë ftoftit heq, ama basheq. Po prandaj edhe je I orientum ka ulqini. Atje jo më tash. Sa herë unë e shoh diçka, Arsimi në ulqin, qysh lak, moj që je në ulqin o zot. Praktikisht me Arsimin edhe jemi njoft në ulqin, se jemi kojshi në ulqin. Jemi rrit bashkë të themi se edhe familja e Arsimit edhe familja ime shkojshim ka 3 muj. Qenja 60 vjetë veç. Po, veç qenja 60 vjetë. Pastaj rritja, kështu shkolla fillore mesme në Prishtinë. Që e ki një kujtim të bukur prej fëmirisë? Po, prej fëmirisë, kujtime kam shumë. Sidomos kjo jam marrë pak me sport, me futbal. Ato kujtime I kam matë të mira, matë këndshme. Çka të kujtohet prej asaj periudhe? Më kujtohen, sidomos fëmirisë, futbolli 1 dhe 2, kur e bleva një biciklet me pare të synetisë. Sa vjeç ke qenë? Valla, është di sa vjetë ku më 6-7, si shpëdi që A kanë bo darsëm? Kam bo, po. Dije që a bojmë na. Ta kanë majtë ato kështu? Po jo, atër me gjithë një kutit këpucave ju konë. Po lesë me do pejnë për këta vana në rajë me dhe taj. Bashkë po më intereson, nona ta ka shtru ato? Po, kete bërë. Me tentene, me aknagësh. Me aknagësh, ato një kapel ashtu, mashallah, një penjuar, ashtu një këmish, dyqysh, e kalë të ka qenë, bojqili, shtrati kejtë bardhë. Edhe, masë në për shkolla, si të mesme, si këtë... Mirë, pse se vazhdove futbolli? Se vazhdove futbollin se e lash shkollën anash. Nana tha, ja shkollën, ja heq tjetër. Sa vjeç ke qenë? 12 lukt. 12 vjeç, e la futbollin. E lash futbollin. Cilin ekip ke qenë? Në Prishtinë. Ekipin e Prishtinë. Veç se sa fillova, atër më ndërprejnë se po thuj se gati ketë nisha I morra. Ngelaq, mre! Ngelaq. Kretë, ja, I kum pas 5 dysha, jo, po dikur kur e lash futbolin atë fillova. Pas të u këtheve, po. Kusht najti mi kokë? Motrat. Po, e disha. Motrat, se 5 motra, unë e vetëm një vlla. Pak I lazdrum. Këtë kanë mendu edhe mendojnë se kam qenë I lazdrum edhe në atë kohë, po jo. I valla I lazdrum je konë, se të mojnë menun e po hajtë. Mobë mos më gjithë se ma shumë ka rejnë ona mu se këtë motrat më. Jo, për kështë isha psebre, për rebre, jo se më lazdrohet.
të ke me një gisht a e qërë me 5 e ullë. Po mirë ajo aty ku marë mësim shumë. Prej saj, kështu që edhe pëthuj se prej 5 motrave, prej 6 fëmijë sa kemi qenë, unë kam qenë më të interesuar të minimu nanës në kuzhinë. Do me thonë 5 motra e veç arsimi. Sa vjeç ke qenë kur ke fillu me u interesu për kuzhinë? 16 vjetë, ashtu që. Qka ke ba për herë të parë? Për herë të parë, për shembull, ku më bo ajvar. Ajvar. Zakonisht shefat, me cilët po bisedoj, të gjithë ose kanë qiru patate, ose kanë la enë, se zakonisht i ka ra me dal jashtë për me provu, duhet prej fillimit. Prej fillimit. Prej zerës. Ti drejtën ajvar. Drejtën spec. Drejtën spec, pa, di sa vështirë mu bo ajvari. Vështirë, po, mi pjek, mi blu, mi qiru, mi kullu, e mi blu, e mi zi, e mi shtine për të ato kavanoza, montegla, si frimna. Aja ka qenë për shumë puna ja me parë. Të kanë suspendu prej pune. Ku ke qenë ty punu? Tash, që ato shkolla që i kreva, mas të e kreva edhe në Beograd kriminalistikën. Po? Mas ne u punësova në shërbimin sekret Jugoslav. Po? Dhe të kumë punu 9 vite. E mas të më suspendun. Po? E të në hajde në për burgje, në për hajde një histori shumë. Në cilat burgje ke qenë? Kumë qenë këto, Prishtinë. Në Prishtinë, pse? Qka ka qenë verdikti? Po, verdikti ka qenë sepse u formu Ministria Paralele e Punëve të Mbrojtshme të Kosovës atë në vitin 92-4, qështu diqka, 94 vërtet. Ti ke qenë pjesë? Unë kam qenë pjesë, por si në kontekst të formimit të sindikatës. Po. E mas në adenon. Sa vjetë ke qenë i denon? 3 vjetë e gjysë. Kreti ke kalu në... Jo, një vjetë kam ndajt në Prishtinë, mas të më kanë liru më mbrojt në liri, mas të prap erdhen me Mburgos atë Rika. Ku shkove? Shkova në Shqipni. Po. Edhe aty jetova, dhe në 97-ën, fillej rëmuja të hajde tash me këthy prap familjen në Prishtinë. Po ti a guxove me u këthy? Jo. Ku ndajtet ti? Ti ndajtet? Tiranqë. Deri 99-ën të ndajtet? Deri 97-ën kom ndajtë. E pastaj 97-ën? E pastaj 97-ën ika për Amerikë. Në zezë. Që shtojmë në zezë. Sa ki pagu për me dalë në Amerikë? S'kum pagu kur gjeqë. E që shmujte me dalë? U myte të kesh. Po kesh, po me rikujton ato adeni se kom prit këtë muabet. Po ishëm në aktivitete në qatë kohë që ishte zëllon. Po edhe mas ne që ekin disa prej Kosovës, qeveria u jep ke ka 1500 marka të ka qenë edhe kush ka të mundet më gjindë. Po. Edhe mua të hermi dhanë që ato 1500 marka edhe unë mas ne me që ato najta Shqipni se s'kesh qatë qysh. Po këm pas edhe mikun edhe bajanaku në Amerikë edhe ata mi regullun dokumenta qka kanë bo, qysh kanë bo, ata veç ma qunë një pasaport me fotografi teme. Edhe shkove. Unë tak, pasaport në gjep, erë edhe bajanaku me marë, ma shumë e kontrolesh në ato se mua. Unë veç ma qysh. E ato e nashë kontrolesh. Atu ka dridhë zemra. Po qysh. Edhe qka është ma interesant edhe në aeroplan edhe radio po lejmon po në Teksasit po tha po lyp pavarësi për i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë 97, 67, qështë dhe qka. Po këthejet Bajanaku po më thatë, tha po shdryp të ati qëtu se ka po shko të tha veç luk të ke ka bërë. Shdryp tha qëtu tha veç për ta që i lëmdirin tha se do më nabu të lasht edhe në Amerikë. E qëto ajgare, po prapë se prapë adin atje u gjinda mirë. Oke, qka ke punu atje? Edhe atje ku më punu në restoran. Në mas pare fillova me punu me ly. Po por pa ly vëlla. Edhe ata po më thonë, këtë që atë thojnë, adin me bo thuj di. Tha shqysh me thonë di kur s'di. Tha që është të dëllë. Hajde dhe. Qashtë. Erë njoni, tha adin me ly. Tha është di.
Pa rrugë kur atë qetë kënë edhe varë përshë. Kur si kini mu nonës me ly, veç ajvar ki po. Veç ajvar. Edhe, hajtë me ly që tavan. E marru në dy bërë. Thak, na, të kejtë në gjyra ftyrës. Janë i që e me kesh. Tha, pse më dhu dhe që jam shë lidhjet, paske. Tha, rolla e që shumë nga thonë. Janë i që e me kesh. Tha, oke, ajë se s'ka problem. Po, mas të fillova me mure, me e mësova atë zanatë. Atë ka hynë punë mu ajë zanatë? Po, në shpi, po. Shpi, po. Shpi, në shtaje. Po, dë shumë mirë. Po, që ta shpe disha konë mi thirë me valysh në shtaje. E, mas në jade me saldu. Atë din thash po. Kur s'da isha jo. Atë din thash po. Hajde me saldu, tash, u desh me hyp me një katë 24. Edhe më lydh, edhe ato fesh stesh qënë ato shkallë, ato ishin kalmi, tash do kemi nëzirë dhe me fut tjetër në me saldu. Atë din tash po, haj me detaj. T'ja mori nati veti. Tash pa je bëdala, ka problemi me ty, di me thonë jo në herë. Hypa najtë, ne u lidha me kanapë e krejtë, njështë të kur më qa me po shtaj me detaj. E ndjerën aty e mare e saldaj të qysh tap, tup, vjena ju. Bikqysh si punës, e shën që kejtë dam, fenomenal, thaj pas ke saldu. E këqyra unë, thashe, e këqyra unë, rapid dogit që ti e ka veç, ma bo rapsh. Edhe aty mësova qatë zanatë. Po e pashtë, të rënjë do parket, do qështu, ndërtim tari. Po ta në dikur u futan në atë zanatën që kom qef. Në restoran? Në restoran, si... Te kush ke punu për jetë? Unë punu në Il Palazzo në New York, Little Italy, ku Peri ka qenë pronari restoranit, a Ismet Aliu ka qenë edhe një grek kanë qenë menaxherat restoranit. Edhe fillova aty me punu si busboy, si ndim si kamarierit. Okej. Po se disha forgjuën edhe. A bën mu me ma spjegu qka do të thot A&A, se gjithë jo më pyte, gjithë kom harru me të pytë. E ndërtova e pruna deri te guri, qysh është sot. No money, no funny. No funny. Vjena me të kurtolli, dhontre kam. Ja, zebrë. A bom tha ortak. Thash bom. Tha unë për investoj, tha që to qenë të levesh me krejt, tha ti e ke maru, mire ke maru, tha unë e kejt të tjerët. Thash hajde, hajli koftë. Edhe tha, qysh me janë gjitë, unë tha, a di qka? Me të arsim. Okej. E qaja kam betë, emni A. Do me thënë, ma edhe ma ka marrë mendja, po me gjithë atë nuk isha e sigurt. E gjithë kom dash me të pyt, e kur... Që kjo është qaja historia e mërtimit të restoranit. Edhe kur se kom dëshu. A ka met Ahmeti deri në fund? Mas të imbejti deri sa futa në Burg 95-6, mas të filloj në një biznis tjetër. Okej. E kush e ka majt restoranin në atë periud? Gruja ka majt. E mas të e pa të më shu prap. Me qira? Me qira. Jella për me përnu sa ishëm në luft, po mas të e kuru këteva në ristartova para. Do me thonë, e keni... Mas të e aty pa kum pas një ori edhe për Amerikës, se qysh pregaditën e... Aty mas të e hini, edhe qysh dojnë, hini gjithavia të pregaditja ushqimet e te se... Kisha qef në Amerikë, se isha përzisha pa në kuzhinë. Po. Përzisha pa në kuzhinë edhe një sistem i ri, një ushqim krejt tjetër në ato me tonë këtu. Sa i natë të tretë, edhe mënyra e pregaditjes ndryshon. Edhe mënyra edhe produkti, edhe në më dhonë recetat, edhe kredi qka risi. Edhe qato e prunon në Prishtinë. Edhe mu më kujtohet kur e keni pas hapë 99. Ka qenë, jo vetëm risi për receta, po ka qenë risi edhe si mikpritje. Si mikpritje, po qashtu. Se u patë mësu me ato ish restoranet e ish Jugoslavis, adin kur kamarieri si u bëj ke vonë, po pret ti, as po pret. Te ju ka qenë një komplet një ngrohtësi, jo vetëm ndërtimin që e keni batë ngrohtë, do me thonë me gure me dru, por edhe Valbona ka dhënë shumë ngrohtësi. Kur fillova qysh 99-ën,
Domethënë me gjalp që lyhet buke, me një sallat pak më ndryshe, me një pjatë pak më ndryshe, atë. Ajo ishte edhe satisfakcion, edhe risi, po edhe një shije pak më sofistikume. Absolutisht, edhe plus të gjitha i ke pas shishme. Po sepse freskia bëhet aty për aty. Edhe këta kolegë disa thonë, qysh bre arsim ti mrapsh me qitë marrë del. Edhe po fësonë në gjarpën e blejt 3 euro, 4 euro, e nuk i blej 50 cent. Po kostoja, po që të e këtë problemi, të kostoja. Mos e mendoj gjithmonë të kostoja. Po, edhe mos e mendoj gjithmonë me përfitu. Me përfitu, si ka gjana që ti me humbje punon, mirë po është kvalitet. Mirë po ka diçka tjera që i fiton 3 fishin, 4 fishin. Po, që është. Cilat kanë qenë vitet e arta të A&A? Vitet e arta të A&A kanë qenë 2004, 2000... Vajt 11 që të tishka. 10-11. Pse? Pse? Pse, unë nashta nuk jam fort fetar, po besimtar jam. Po. Edhe këtë, a i naltë nuk t'i bje këtë këqijat. Se të këqijat vinë ka njerë grumbull, po të mirat vinë nga da. U smuna me kancer. Cilin lloj të kancerit e ke pas? Hodgkin's lymphoma. Hodgkin's lymphoma, po. Edhe... është bajagi i rrallë, po bajagi edhe i rrallë është, po i rrallë është i bajatshëm. Si e luftove? Lyp ko, pa i budalla që ka të përnë. Nuk e di aje budallë se ti e gjallë para meje. Po budallë se visha pe kemoterapisë. Po? Me nëzipsha në kome ndurë, në shpe, unë nesër me njës, fortere ndurë. Edhe në restoran? Edhe në restoran. I kum pas 120 diçka kilogram bre. Këtë vishin njerëzit cilën kozhinere ke pas, e mëran flak, dhe mëran vetlot, e mëran urtrash, u bo hava, u bo në hajme detaj. Shumë njofshin njerëzit. Në qatë kontekst, po thamë. Sa vite kjo zgjati? 5 vjetë. 5 vjetë ti me 5 vjetë terapi? Eshtë nështë 5 herë kemoterapi me muj, 5 herë rezatim me muj. 5 vjetë. Edhe ta ka duru organizmi? Ma duroj kjo. Edhe kur dole i Ma shumë pastër? këm najtë bisht aeroplanin që do që ka rëngër buk. Ti në Gjermani ke pas? Në Gjermani ke pas këto? Pikës pari shkova në Sloveni. Po. Ata ma konstatun se këtu s'kishte onkologjia të 2004-2005. Atje e bona këtë rezatimin. Për të vërtet kemoterapin në Sloveni, Ljubljan. Po rezatim ta duhet me prit 3 muj. Se është të rani ta. Po ta po të preferoj me shku në Austri. Po. Atë shkova në Austri, aty fillova të në edhe 3 vjetë tjera. E mas ne aty e njoftova edhe një edhe shok të shpirtit tash që e kam, edhe mjek, edhe vlla, edhe qka du shtoj. Nderimi unikun. Nderimin, një mpoq për nderimin, une edhe me nderimin jom rritë. Edhe po më këqyri mund për këqyri nash, pa unë njoftë kur, a e peshe e në shqiptarë, Arsim Mehmeti, unë për këqyri nderimi unikun. është njeri prej mjekve më të mirë në Austri? Mas mirë është në Gjermani. Edhe me temas nej. Hajt. Që ato kanë qenë matë artat puna, sepse a nena u shërëshak, nena kisha punë. Dhe që bëjsha lek tak, edhe i thësha me likës grusta me ika, trak gjep edhe atje. Po në fillim njerë nuk më leshin, pa i tha lek s'leshin me i asë spital. Po, normal. Po mas në me nderimin, a i ma mundësoj që shërëv të njerë, mas në i pagun. Edhe për Prishtinë se pagun, a i ma lecoj shumë. Njerë s'pata pasë edhe pata ikë, s'pata. E lash gjysh terapin. Çfarë ndjenje ishte ajo? Pa kur s'ki lek, hype aeroplanet e kisha biletën. Hype aeroplanet, s'ki lek, hype aeroplanet, s'pishpje. Edhe se ka di nderimi kur të më lypaj në për spital. Edhe për thirë Valbonën Prishtinë të tarsimi. Më ka hupë, thërë që 5-6 orës për më e gjoj kërkon të ashtë. A kenia e një me ta. A i tu frigu mos ka gjithë dikon dikan. Thëtë jo, larsimi të Prishtinë.
të shpia. Thot, qysh? Thot, shpe. Aji, thot, pse thot që është qështu? Ja, thot, që nuk gudzë këta kështu me ndonë. Edhe mas ne, edhe me mendimin e motrave, mendimin e nderimit, në mos edhe të motrave, si dhe mos, unë vazhdova shërimin. Edhe, pa ta nalë dohonin, erdha Ahmet Kurtolli me doktorin Ullun që aty. Unë e pa ta lënë dohonin 3 vjeta, 4 vjetë edhe i mësha lakmika e pishën. Po më këqyra Ahmeti me kështë, Po më duke ta la sot me lakmana. Po, është pëlloj qëtash. Qëtash e kësha dhe jetë. Kur se këmë nëllë mo. Po më shë Ahmeti që pe këqyri cigaren edhe ka. Veç ku më ka qyjtë, ta vezën jo. Ta ka dhe me tash, apo bota më bërlaga. Edhe e ki vezë. Ta hapë cigaren, në. Të lëpë në goj. Që pof, ndash mos beso, menit ti, menin ngrene dete, filteri ju martë. Ta është sytë dëq më mdalit. Ku mërërësim. Kesh ke doktori, tha, aji, tha, dhe e bone bërlak, tha, shma, Allah, doktor. Haj, diko, tha. Edhe nuk e ke ndalë tu. Kur se kom nalë, mo. Ua. Edhe dulë që. A dhe sot e saj dit e pi. Mirë po tash i pastër prej. Jam i pastër, mirë po se pi, ku me ditë sa shumë, një kutin ditë. Për dikon thash u Sa paka? Për ty e pak, për ty e shumë, për mua pak. I kum pije 2 e 3, për mirë. E që kjo është që aja te puna, kur kum pas punë mas shumë ti. Mirë, veç ti psikologikisht ke qenë shumë optimist, se mu më kujtohesh edhe në atë kohë, unë e kom pasar s'di atë kujtohet me të pa në kuzhinë. Kuzhinë që është. Edhe i ki pas, veç ja 2-3 fije flokët, ma pa të bo, mës mi këshqyr flokët, se mu më shku në sytë direkt, tha mës mi këshqyr flokët, se më rritën flokët. E qash më ka pëlqy optimizmi ytë, tepër më ka pëlqy se thash, kë djallë ka me te i kalu. Se është shumë edhe prej psikës praktikisht. Të gjithë mjekë po e thonë. Po se e kom pas një mbështetje qash të fort, sa që unë nuk mujta mjakti. E kom pas grunë, Valbona. Ajo ka qenë shtylla ja me forta. Edhe ajo mi ka ditë peripetitet e gjitha, me pason dikush që ti kime jetu e ka me shkupit kancerit, kësha thonë nuk jo. Mirë po, që ka me bo, po jetë Jeta është e qështu tillë. është. Valbona ka qenë edhe shtylle e nda. Edhe është. Ai mi këpritja asaj ka njerë kur vishim e kur ishte ajo që kishte punë. Tjetër ka? Po, ka. Na duke i pak si zbrazët. Po. Na duke i lokali pak si zbrazët, qashtu po është. se ka qenë gjithmonë e ka dhënë atë ngrohtësinë dhe ka ditë me të orientu edhe në ushqim edhe në çdo gjë. Ka qenë shpirti i lokalit, muj me thonë, shpirti i restoranit. Ka qenë shpirti i lokalit, shpirti i shtëpisë, shpirti jam Shullë Shqip. Edhe kom shumë kujtime të mira me te, kështu që ato kujtime më bojnë, aty në bilen du me tregu një rast. Se unë kur jam i pjatë, unë e humbi krejtë. Nuk jem arsimi, edhe krejtë e din, edhe e kanë ditë që unë kur jam i pjatë, jam i përqëndrum. Me këtë qenjen teme, edhe jo 100%, po 1000%, edhe zgudzon kukush me mbëshqetsu. Me të livrisë, po. Po, që shrim konë pak ma largë, Valbona këtu, po se ka pa që e kom pjatën për para. Edhe ajo prej deres, të kuzhinës, po të Arsim, unë e këta i krytë. Sa kështën që kjo vem? Mu po të thëtë. Unë e që shë ku pas limoni në dorë, atë. Veç që ka ullë krytë edhe pup, në plaka. Shkoj. Mas një 2 minuta, se unë na kuzhinierë që shtu e kemë. Shpejt vlojmë, po shpejt sofa. Për që ta po të mba. Me plët kuptimin e fjallës, asë një shef kuzhinë nuk o normal. Të gjithë janë në petik që i thojnë, po, me stres. Stres janë, edhe kur binë me flasë me stres. Unë tavanin e pa të njëros me njërë mshelë vëllaj, që se njëre? Se s'kesh njërë që e mblën,
tu i përplas të gjerët e porteret. Edhe shkoj mas 2 minuta, aje i thëmë, o shmit, jam pa e këto. Hiq mu, budalje, këtë budalje. Këtë i trenti. Ade e përqava këtë. Tash po ti, Arsim, nuk e kum pa tha pjatën që e ki për para. Që te kisha pa, ta s'kisha bozo. Po se kum pa tha pjatën, se këto elemente tjera. Ade të qavik njëna të këtë, janë e u pajtu pëse, aj, qaj është lezeti. O, bre, Valbona, a e mirë kaq. Aj, dykur përda që ka dashnia. Sa kjo dashnia dhe thash, bëllë e lirë është. Lirë dashnia, nëse den. Po nëse s'den, dele komplikume. Shumë e komplikume. Sa të mungon Valbona? Këto në qjelë. Po që më bu? Jo që diqka, po i ka pasur edhe manirit veta sa që edhe në jo pse njeriu është i lidhur me dikën, sepse edhe një guri në gjep me bajt 36 vjetë. Guri, që s'ka kur vlerë. Guri, thjesht. Me bo me t'hup mas 36 vjetë, mërzitesh. Thoj, ku është? Se lema. Kum hupi bre guri, ku e kum pas edhe. E lemojnë me një që ke da të mirën e të keqen edhe që E ke pas shoqe. e kum pas edhe shoqe, edhe Dashni të gjitha, se na i kemi pa, na kemi qenë dëshmitar. O, thësha gjithë qka të kom bërë në shushni, që a kom gru, a kom shoqe, a kom shvaljerë, a kom dashnur, o gjithë qka bërë, thësha a kom. Që Valbona, që kanë di gjithmonë me udhëheqje, edhe shoshnin, edhe a mirë, kanë thonë, shyhreti shoshnis. Ajo ka qenë shyhreti shoshnis. Vërdet ka qenë. Unë ato vetëm e kum ndjek. E që ato e kum vështirë. S'po kom kënë ndjeku tash. Sa për këtë këti konteksti, se për shumë, Po. jetoj me vajzë, me Normal. i lumë të rjome. Po, ata nuk mund ta mbushin zbrastin që e kalan Valbona në jetën tënde, është shumë normale. Po qaj I është. ke djemë si drita, e ke vajzën si drita. jo mi Bile lumtur. djemë të kanë marrë dhe profesionin tënë tash. Ai Në vogli. Chicago janë. Në Chicago, po. Mirë. E patëm një bashkëbisedim Arsim shumë të lezetshëm, unë shumicën i kom ditë. Mirë, po për publikun tonë, për herë të parë, hapet Arsim Mehmeti, shef Arsim Mehmeti. E kemi edhe pjesën tjetër, ku janë 5 pyetje, Beni i bon që ato 5 pyetje në kajmak i themi na, edhe e kom SMS-in pazarar, por para se të shkojmë të SMS-i pazarar edhe 5 në kajmak, çfarë do të përgatitësh për mysafirët e mi sonte? Sonte, do të përgatisim një sallat spinaqe, me djathë dhe prosciutto, edhe salcë, edhe një salcë franceze, edhe do të përgatisim një fileto rose. Fileto rose. A gjetët rosë këtu? Po gjetë. Shumë bukur. Për ndryshe kanë dalë me agronin, i kanë ble krejt senet. E tash, unë e përta dërgoj Arsim një SMS në WhatsApp, e jotja është me bo copy and paste të 4 miqt, 5 miqt e tu. Miqt të nderuar derisa unë e t'ja qoj Arsimit SMS-in dhe ky ja dërgon miqve të vetë, ne ndjekim recetën e Olës për shkak se Ola sjell më vonë recetën e vetë. Përshëndetje shikues të nderuar. Unë sot do t'ju tregoj një recept që sigurisht e bëni të gjithë, po ne kemi edhe anëvise të reja të cilat duhet më mësua edhe receptat tona të vjetra. Prandaj unë sot do t'ju tregoj si bën sarma tradicionale me lakën turshi. Është një mënyrë pak më ndryshe, cilën e bëj unë sarmat, prandaj kam pas dëshirë me nda me ju, për arsye se unë vetëm për specat mbushun e forgoj qepën. Edhe pak mishin, kurse për sarma kështu nuk e forgoj asnjëherë, dhe më thonë e bëj një përzimje që do ta shihni ju me radhë tashti. Zakonisht për sarma ju vyn, dhe më thonë
laknat e therta, këto janë laknat e mia të shtëpisë, se kanë një ngjyrë jashtëzakonisht të mirë, që kanë thonë plakat përpara ngjyrën e dyllit. Ju nevojitën lakna, ju nevojitët mishi blum. Unë ju kisha preferu ta merrni mishin të IBEA në Korez, të cilën unë muj me ju thonë që ndoshta që 30 vite e marrë atje. Është një mish jashtëzakonisht i mirë, i freskët i mirë. A keni pa ka herë kur shkoni të gatë mishtoreve 10 metra para se të afroni të mishtorja, keni me një erin jo të rregullt ashtu të mishtoreve, por të IBEA kur t'jeni thjesht çdo 6 këlqen. Është të pastër, është të freskët, është të mirë, për arsye se kanë traditë për mishtore. Prandaj, ju preferoj të IBEA të bleni mish në mishtoren që gjendet në Korez. Prandaj, ju nevojitët mishi, hudhër, kogja shumë hudhër, qep, një lugë mill, oriz, kryp, euronit ne përdorim, e jemi jashtëzakonisht të kënaqur, është shumë e mirë me paketimet e tij dhe me shijen dhe me kvalitetin e tyre, dhe kështu me radhë dhe do të filloj. Pra e marrim kështu, s'pari e vej mishin në një enë, pastaj ja shtojmë për gjys kilogrami mish, ju nevojitët unë i qenë 2 filxhona të vogël të kafës turke oriz. Një qep e madhe ose 2 pak ma të vogla, dhe hudrën e preni pak ma trash që zakonisht që e banët. Me zonë kështu copa pak ma të mëdhaja. 4 deri në 5 thelbi hudër. Pastaj i qëndin kryp. Normal krypi që vjen si pas dëshirës. Piper të zi, një lugë, qajit plot. Sepse për lakën jashtëzakonisht është kombinim i mirë. Piper të kuq, 2 lugë mesme. Dhe këto thjesht tash i përzim mirë, i ngjeshëm. Dhe tash i mishi është i datshëm dhe na mundem me fillu me i mbështjell sarmat. E largoni këtë pjesën këtu që është ky kërcyll i lakrës, e shtroni kështu mirë, e merrni mishin. Shikoni se keni për shembull mishin tash të përshtatshëm për me mbështjell, për arsye se nuk është i fërgum dhe thjesht mundeni me bë si qoftë të mbështjellën. Domethënë është shumë edhe praktik edhe i shishëm. E veni kështu, pastaj e boni me këto 2, e ktheni këtë pjesën kështu anash, e rrotulloni kështu mirë dhe fitoni një sarme. Kur kam mësu nana me mbështjell këto sarme kështu në këtë mënyrë, dhe këtë qika jam e mbështelli qashtu që shkallë dhe poshtë mi gjujtë mos me të qelë. E do më thonë kjo dzijën sa dush të jesin kështu si ja. Tani po filloj me përgatit ujin për sarma. Letrën Bora jashtëzakonisht na ka lehtësu punën në kuzhinë, për ndryshe shumë kvalitet dhe shumë e mirë. Dhe tani fillojmë me përgatit, e merrni tenxherën, i veni pak vaj, zakonisht i bëj me lule djerit, sepse duhet më zi pak ma gjatë. Sarma dojnë edhe pak ma shumë ndyrë, prandaj kur të bëni për qef bashkë mundeni me mes sarmave aty me qitë ndonjë mish terun ose mish thatë diçka ose një copë mish ma ashtu me ndyrë, sepse sarmat e dojnë ndyrën. Më thonë është diçka që... Tash në këtë vaj, ku e kemi qitë në tenxhere, e veni një lugë miell. Dhe që filloj ka pak me skuq. Dhe si fillon fluskat e para, atër ja shtoni 2 lugë piper të kuq. E përzini mirë. Dhe kësaj ja shtoni ujin. Edhe kënaqësia zakonisht e madhe për arsye se mundem me përdor kur e kemi filtrin për ujt kamelotit, atëherë mundemi edhe ushqimin me përgatit me ujt filtrum, i cili është jashtëzakonisht i mirë, i pastër dhe i shëndetshëm. Edhe e vejmë kështu mi tenxhere. Thjesht kështu me këtë miell edhe pak piper të kuq edhe ujë, e fitojmë si një
qorë, do më thonë, e cila prej laknave pastaj e merr në farshie si të thënë dhe është shumë e mirë. Edhe tash, pasi ti kemi përzi këto dhe ka fillu ka pak me blu, atër laknat e mbetura që na ka mbet, atëre i qesim i shtrojmë në fund të tenxherës. Sepse edhe këtu i japim në shije dhe i rendisim sarmat. Tash kanë gjenë kjo rasoj i laknave, prandaj ja ktheva. Dhe tash ti kemi rendis të gjithat në këtë langun e tyre që do të zihen kadalë. Dhe marifeti i gjithë sarmeve me lakna thepta është mi zi shumë kadalë. Do më thonë, si të merë valën e unë temperaturën dhe diku neshu se 1:30 e leni 3 deri në 4 orë kadalë me uzi. Por, e kanë edhe një marifet lakna, sarmat, pa tjetër e veni kështu një pjatë, e cila është ma e vogël se tenxherja, e trus një 2-3 herë kështu, deri sa të del ky uji për mi, dhe një herë mjafton, e mas pak kohë kur të vlan, atëherë e shikoni mos ka ra uji, zakonisht duhet me qenë gjithmonë uji deri te kjo maja e kësaj pjatës që është. Pra pelojmë njerë me marrë vaj, pastaj shtojmë edhe pak ujë, edhe kjo mbaran. Këto duhet mu zi gjatë, prandaj unë po i lo kështu, e ju sonte na jemi musafir të gjeri ku do të vjen shefi Arsimi, dhe unë po ta dëshirë për nderën e ti mi bo pak sarme të shtëpis. Prandaj që kus të nderuar, do të shihni atent kur jemi musafir të gjeri, sarmet si unë duk dhe si duken pas zirjes, edhe në emisionin arshëm unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mira. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Miq të nderuar, mesazhin që Arsimi ja ka dërguar pa e pa fare, miqve, dhënërit, motrës, djalit hallës, djalit hallës e kështu, tingëllën, shokve. kështu, që çka i ke qu? Hajde. Majnë me. Hajde. Më falni veç më duhet mi qitë qito syzat. E Simonit, Optika Simoni, e keni aty te ABC-ja është një farë kthese e vogël, është Optika Simoni, me syzat ma të mira dhe plus e keni po tregon doktorish. vallaj. Apo she? Vallaj po. Po syzat e Laurës për Laura Shirokës. Laurën e një. E një. Edhe është njëna prej doktoreshave ma të mira, Ma të mira që është. oftalmologeve ma të mira, edhe plus syzat i kanë tepër të mira, janë të etnias nga Barcelona, tash edhe pa viza shkojmë në Barcelonë, kështu që po i kthehemi SMS-it. Tung, jam ty qelë restoran në Ulqin. Hajde, dhe. Për me nxjerr investimet, më duhen bile disa veta me punu gjatë verës me një pagë minimale. Detin, bukën e ujin e ki prej meje, nëse vjen një muj me mdihmu. Lajmëro mu shpejt se po du me dit a me llogaritën ty ajo. I kishti, Kush, gjyza s'kan më lejmë e heq. kishte se kena pa. Jo thëtë se kum pa. Ose neze mas dhe të kujtojnë tash, çka me thonë. Çka me thonë, qysh mi thonë jo, a i thuhet Arsimit Ky veç jo. sa pshelit vetën. Ky ku po të me qelë atje, që ka punë ati. Majmunis na ka kallëzu që e kam shelë për mi Po, qelë. S'po donë me najtë Prishtinë, po do me najtë ndeti. Mund ta themi edhe këtë gjë që nuk e përmendëm në intervistë. Mund ta themi që Arsimi tani punon si konsulent, është freelancer të themi kështu. Nëse ndonjë restoran ka nevojë për menyn, me ja kriju menyn, nëse një restoran ka nevojë për ndonjë këshill, do me thonë është i gatshëm për konsulenca, është i gatshëm të punoj, do të thotë të bëj darka private, si shef privat, për ndeja, si kur sonte për shembull, unë që i kam miqtë e mi, është i gatshëm që të punoj, natyrisht, numrin e keni në Instagram, e keni në Facebook, mund ta kontaktoni,
Por, ta dini që Arsim Mehmetin më nuk e keni në ANDA dhe mu personalisht po m'bjen shumë keq, por me gjitha atë gëzohem për ty se tash kena mu pa ma shpesh në Lqed. Menzi po pres më nëzi koha. Jemi në bashkëbisedim me Arsim Mehmetin edhe diçka nuk po muj me enda muhabetin, po me gjithate do të vazhdoj me njëherë pasi që ta shikoni recetën e Mamadeus. Mirë se erdhët te pjata e bebit me qëtan të dashur. Sot jam gëzushëm për 2 arsye. Arsyeja e parë është që Ola mi ka sjell një palë dorza që mbin tamam për durët e mia të vogla. Shumë jam gëzushëm. Edhe arsyeja e dytë është që ma ka lënë perfetën këtu afër. Shikojeni. Tash, ju mundeni me thonë, kjo qysh po reklamon produkte cilat janë të procesume, po dallon produkte për produktet me dashur. Dallon. Për shembull, unë pse zgjedhi perfetën, edhe pse ja jap edhe vajzave të mia, se e di mënyrën se si procesohet perfeta, edhe di që është e sigurt edhe e shëndetshme. Për ndryshe, një shoqe jam ja bën be që perfeta ja ka shëruar në min. Edhe ndodh se perfeta është prej pulës, pula ka hekur, ndodh që ja ka shëruar në min. Ani pikante. Edhe unë jam pak anemike, moj pak të e bu salatën, pak të e hongër perfetën, ashta më rritët hekuri. Sot, te Gjeri kemi me shku edhe kam me qu një salatë, se po më thujnë kolegët e mi kur gjos po dhe me bo pos salatave. Po, me këtë salatë kom jaftof. Salata është me qiqra, me rukolla, me trangull apo kastravec, me qep të kuqe, për shkak të ngjyrës, se për ndryshe bën edhe e bardha, me spec të kuq, edhe me djath feta. Tepër është e thjesht, tepër e lehtë, çka keni me bo paraprakisht është veç specin e kuq me e fërgu që me u zbut. Qiqrat mundeni edhe me i blet gatshme, edhe me i zi, po masi me i zi merr ma shumë kohë, po ju thëm blenit gatshme. Rukollën mundeni me mbjell në kopshtin tuaj ose me blet gatshme në treg ose në market, krejt për bërësit 1 nga 1. Qështu që djathin tash pak e grimcojmë pak, po jo shumë, për ndryshe unë si gjithmonë që ju jap opsione. Djathi feta mundet me qenë edhe muzavencu me djathin e bardhë të lopës, me kaqkavall jo, me lloje tjera jo, pos djath feta ose djath i bardhë i fort lope. Kemi me i hedh ufull, çfarë do që keni molle, rushi, vaj ulliri. Kripën mos të harojmë, qështu që edhe unë po e përzi me dure, ju përzijeni që shdoni. Edhe kështu të dashur me salata jonë është gati, unë e guxoj veç një lugë me provu, veç një kafshat, se pjesa tjetër ka me shku te Gjeri. Nuk po mëj me unalë, më falni. Ika! Tash po filloj me pesën kajmak. Tash qatë ka pyta aty Beni, unë e lidhin, nuk kom se s'kom pun me të pjesë. Fillo merren nga 1 edhe kur ta marrësh prej kavanozit që te këndej që mos me tu përzi kavanozat. Ti deri sa të lexon unë e pi kafe në Bilvetës. A ke Bilvetës. thonë ndonjëherë, nuk i di pse zgjoda këtë profesion, çka mu dasht. Je, ti shkon veç një herë. Ti shkon veç një herë. Po, është e vërtetë, e kom thonë. E kom thonë. Edhe? Mirë, po... Ke vazhdu. Kom vazhdu, jo pse, po s'kom ditë të tërse në punu. Atë ka ndodhë me të undë në i herë vetë? Te, edhe që të me tregoj. Po nësha, të nditën.
Dhe një mëjtë, 2 mëjtë. Shka isha nalë shpe, që atër unë të ishë. Me valbonët të isha që kisha hongër diqka. Ti definitivisht, ty do të me të qu në shtimle. Gjitha të Ti si ushqim e atje. normal. Kanë ditën me ushqim dorë, vjen shpe, ullë është të që kisha hongër diqka. Tu, bre! O, shumë bukur, dhe me thonë jo veç një herë. Që kjo e kthej. Hajde ta shofim. Hajde të këshirëm që po të veç 3 pyetje i ka qitë. 3 pikë pyetje. 3 pikë pyetje. Kush ti ka qënë? Djali Allës. Ku jeton djali Allës? A jeton Prishtina, ku? Në Prishtinë, edhe diçka pas ka shërë. Po, sa është paga? Edhe 3 pikë pyetje. Po minimale. Detin po ta hek, bukën po ta hek edhe ujin, qa po dënë tjetër. Tjetër kush atë ka këthy? Motra. Qa po thot motra? Motra po thot, o brale, ha, po kesh. S'po të mesan. S'po më pesër për ti, dolqin të spjarë u kërqysh. Tjetër kush? A ka edhe ndë një se Po edhe një po thot, në cilin ven e ke marrë, edhe në cilin plash. Kush ta ka që këtë? Në cilin Tu një zhëk, Arbeni. Edhe kom djel të halës. Arbeni. Arben Arifi. Ato kom pas edhe kom Edhe shok edhe. edhe shok, edhe krabo, edhe gjithçka. Kjo apo qysh pyetjen e ka të hapur. Në cilën plazh ku e ki marr, do me thonë i gatshëm jam. Kjo u thonë shumë. E ju, zdi kur keq tash këtë dikun... U thënë shumë? Po, në Kina, Dubai, zdi kur keq. Wow. Thash qysh bre dje, tash kur su morë me veti. Tha e zgudzoj, thash pëse, tha su më kthesh mo. A ishe këthy? Ha? A kishe met? E që me boti? Që edhe kjo, a përshë që arsimi gabim e ki. A, dhe të këshirim këtë Arbeni. që më dhëtë? Po. A të ka ndonë ndë një që të vinë ndë një klient me ankes për ushqim vetëm që me ra në sy. Kishë unë po di. Hehe. Po qysh jo. Po qysh jo? Ka ndodhë. Ka ndodhë. Me të thonë që kjo botë që shtu. Që ke bo qështu, që ke bo qështu. Edhe, Edhe, a ngojsh e pytja, ti po, qetë. jo. Kom njerë në kitë kontekst. Ka e ndëgjoj mirë, kështu që po thotë, ku për legu. Po, Diku i thëmë, a je mirë. po qa bone. Apo të dhamë kënë. A mos je pa qef diqka. Mos ka rëu kromoja diku. Zbohet salmoni kështu, po bohet kështu. Aha. Okej. Rregull tash. Kur e ke hongër thash ti salmonin herën e fundit. Jo thash ku hongër salmon kur. Qa me i dhonën e? S'ki që kam i thonë Qa mi thonë, Qa mi thonë, qaq. Thuja dhe përgjigjen vetës, mire ki. E din që ka kanë volë plakat për ty kur e vëdhe që emisionin që ka me hongër. Rallaj. A ti shkon që ta shvile sa jam dhe janë. O, më rërësim. Ta sa kështë thonë pak diçka ma but. Sa numëri telefonit të lyp. Po ku e ka ditë Beni? Allah, se di që ka kanë folësh. E di që ta shka flasin. O, që ma qitë e gazin. Fantastike. Bravo, Beni, për pytjen. Hajde të këshyrum. Ata ka ndonë ndë njerë që klienti me kërku diçka që jo vetëm, që nuk e ke pas në meny, por as si produkt në kuzhinë. Ha. Jo. Këto lirish me thonë, jo s'm ka ndodhë, sepse aja ka pas menyn, Po, edhe kënë në suada qasaj menys, jo i në ka bo orientu. kërkesat. Muhabetit me shef Arsim Mehmetin, me maestron si e quaj unë, do t'i japim pak ëmbëlsi me recetën e Rudit. Ah, moje djele, u knaqëm, me nëzis për presim ditën e djelë, kur po na vjen,
me receta të ndryshme, me atmosferë festive, moj e gjus me gjerin, mu knohen shkrejt. Çka kemi me përgadit sot, një recetë shumë të veçantë, pasi që kemi edhe një shef shumë të veçantë që ka me përgadit ushqimin fantastik. Unë sot kom vendos me boj klera, me biskota. Recetën e keni në Moj e gjus me gjerin në kanalin tonë të YouTube-it. Vendosim sasinë e ujit dhe sasinë e qumshtit. Ja shtojmë gjalpën. Dhe pjesën e fundit gjalpës. I ndova në 3 pjesë në mënyrë që me na ushkri më lehtë. Bora tona të dashura që shpëtim i kuzhinës, shpëtim janë. Për neve grave, pa bora, kuzhinë s'ka punë. Kemi dhe sasinë e sheqerit që kemi me e shtu dhe i lojmë që të marrë val, qumshti, uji, gjalpa dhe sheqeri. Dhe pastaj i ashtojmë sasinë e miellit dhe përzijmë si halvën derisa të troshet masa mirë. Kur të troshet masa, na duhet që ta lojmë të ftohet një 20 minuta ndoshta derisa të arrijë në temperaturë bromës dhe pastaj ashtojmë vezët një nga një me mikser. Në qetën e pasliqerisë dhe e vendosim për pjekje. Veç mori val dhe vazhdojmë me përzijmë fillimisht, e ulim temperaturën. Largojmë nga nxehtësia dhe ja shtojmë sasinë e miellit. E kthejmë në nxehtësi dhe e përzijmë derisa të bëhet masa homogjene. Unë i kam vendosur 4 vezë, mirë po gjatë procesit e shohim a duhet i vendosim 3 apo 4. Ulim edhe pak temperaturën dhe masa u po homogjene u bashku. Tër këtë mas, po e ktheju në prapë në enë dhe po e vendosi që të ftohet. Pasi që të ftohet, vazhdojmë me procesin me bashkimin e vezëve dhe pastaj përpjekje. Miq të dashur, brumin e kom vendos në këtë enën e metalt, tash me mikser. Është tamam e vakt, do të thonë jo komplet e ftoftë, jo e nxehtë. Vojmë fillimisht brumin. Dhe tani fillojmë vezët gradualisht një nga një. Si që dhe thash ma herët, varësisht pi brumit qysh na bëhet, i vendosim 4 ose 3 vezë. Për shkak që janë vezë më të mëdha, unë po i vendosi edhe 3 vezë, që më e ditë. Marrim tepsin të cilën e kemi përgatitur me letër për pjekje. Unë sot po i përgatiti vetëm një sasi të vogël, sa për me i pa dhe ju. E pjesën tjetër e lo për me përgatit ma vonë. Mundoheni gjithmonë që brumin me vendos në trashtit njëjtë, për shkak që mos me na dalë forma keqe dhe me na dalë keq format e njëjta. E vendosim në temperaturë në 170 gradë për 40 minuta. Pas 40 minuta vazhdojmë në mbushjen e kremës dhe shijimin dhe degustimin fantastik të eklerave. Miq të dashur, eklerat tonë janë pjekur fantastike, fantastike. Kremën e vanilës e kemi të gatshme dhe unë do t'i vendosi në biskota. Vendosim kremën. Krema vlu. Marrim një thik. Në që thikën e madhe, edhe në pjesën e poshtme i bojmë në 2 vene nga një birë në mënyrë që me vendos kremën. Shto. Sillni qesën në mënyrë që me vendos komplet në procedura e njëjtë është për 8 katërtat.
Ju thash që pa borat s'ka në kuzhinë. Dhe, çka kemi me bo ashtu. Plirin, fillimisht e mbushëm rana, tani do t'ja bojmë pjesës t'jashtme me krem, kështu, edhe i vendosëm në biskota të bluara. Në që ne i vendosë, ose edhe kjo pjesa kështu sipër, në buk, më të mira. Biskotat janë të përgatitura më herët me gjallë, edhe të vendosura në enë, vendosëm kështu në pjatë. Procesin e një kemi me bu me të gjitha. Dhe jam ishtë të dashur, kjo është një recet shumë e lehtë për përgatitje, mirë po është shumë e shijshme. Mos e leni pa i provu, në ndërkohën e përpastrej ka pak tavolinën çdo shirrë që i kum bo gjatë përgatitjes, po vazhdoj me pi një gotë ujë, fantastik ujë nga Kamelot, që ta hek etjen komplet. Deri të diellën e ardhshme mirëmbërçi, mos e leni pa i provu e klerat, edhe na shkruani na më gjus me gjeri në kanalin ton të YouTube-it për review me këqyr që ju ka ndalë të mira si tona. Mirupafshim. Edhe njëna kamera? Edhe. Hajde të këshirim që pa thotë që ka thonë Erifi? Erifi. Ta është pikurresht edhe qyshim na, shqiptarët, kem që me këshu qakon që të tjera. Qëra pyetje shi? A i zakonisht i krijon 25 pyetje, po që tot kanë ra shumë të mira. Kuzhina, shtëpia dhe shoqëria. Cila më së shumti ta ka ditë? Më së shumti më ka ditë shtëpia, antarët e familjes e posaçërisht Valbona. Se normal edhe kuzhina edhe shoqënia. Nuk më minë që mi thonë me bonin dame diçka për këtyni tria dhe mirë, po ajo ka qenë shtytësim. Ajo ta ka ditë... Ajo ma ka ditë, kur dilshëm diçka me blej diçka. Po du me thonë jashtë shtetit, une yreshët të nxjerët si portere. Të fikë. Të ke, di ku shkot të tha, unë po shkoj masaneve të mija dhe unë ty e di ku të gjoj. Gjithmonë ma ka kuptu botën. Edhe këtu përfunduan edhe 5 pyetjet në kajmak, praktikisht përfundoi puna ime me shef Arsimin. Ndërsa shef Arsimin maestron, tek ta shepret ajo puna që gjithmonë e ka dasht, edhe që prej 16 vjeç e ka bë kohë, pas kohë e më viteve të fundit e ka bë 24 orë, po s'kur ka pjetë, se s'ka mendu në ushqim edhe në kuzhinë. Shefi tregoi se çfarë do të përgatis, ndihmes do ta ketë ganën, unë ju lë në shoqëri me shefin. E tash, Arsim, se unë e thash që kemi vetëm edhe SMS-in, po në të vërtetë kemi edhe një lojë të vogël. Do ta shkruash një fjali për emisionin. Që kjo fjalia jote do t'jetë pjesë e shumë fjalive, 40 fjalive, të cilat do të mblidhen gjatë vitit dhe në fund do të dalë tregimi i emisionit. Do t'jetë edhe fjalia jote në kuadër të tregimit të emisionit. Kënaqësi dhe satisfakcion ku hera e parë në këto vite shoqja ime Gjeri bën një emision për jetën dhe sakrificën e një shefi kuzhine. Me entuziazëm e shkruaj dhe e pretoj këto qaste. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. E vetë në shkru më që aty. Edhe e di që është e Arsimit, fjalia e Arsimit. Shumë bukur. Zda është ta diqka me shkru për kuzhinë, jo ha, jo pi. Jo ha, jo pi. Bolë këna hungë, këna pi. E mirë tash, unë e kam edhe një dhuratë të vogël për ty. Pikrisht, për krejt këtë që e tha, për krejt çka je ti. Për mu, je një shembull fantastik, je një shembull i mirë, i një djalit të vetëm, që e ka rrit nana, me qato 2 dur, e motrat, me gjitha atët kanë përkund bajage,
ti po thu s'kom qenë i lasdrum, po ke qenë pak i lasdrum, po të kanë majtë të mprojton motrat edhe nuk të kanë lënë me deviju dhe që kjo dhurata që po ta jap ty e përfshin edhe nonën tënde, i përfshin edhe motrat e tuja, praktikisht se të kanë kriju të jesh i tillë, praktikisht. Të kemi në majët gjuhës se je shembull për të mirë. Edhe këto tash s'po të thom mo që të në kuzhinë, se shefave i thom që të në kuzhinë, këte ta kesh në... Ja, këto kom për shpeko. Po. Kështu që të falemderit shumë për kohën, të falemderit për muhabetin, të falemderit për gjanat që i ke nda sot me ne, e di që ke nda shumë gjana që i ke pas thellë në shpirt. Falemderit edhe për juve, që më dha rasti të flas diçka për vetën, më në fund. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Po startojmë me qëto receta që i fola pak më herët, domethënë e kemi sallatën e spanaqit, cilën e kemi griveq paraprakisht. Gonja e ka gri, na e ka bu hazër përshutën që ku e kem, pegrim edhe qëta që e kem. Pe dini që është grijet përshuta, dojmë ja bo salcën e spanaqit. Është pak delikate në kontekst sepse do të pranë mja qëllu masës, mirë po edhe ajo kryet shumë shpejt. Qëto të shelshojmë, le të fërgohet, në maksimum ujë me lshu. Këto e bojna me gjalp. Tash po e bojmë salcën. Na duhen 2 të kusht e vesë. Tash këtë varë prej sasisë, a shumë a pak. E ndojmë varën bëjt kuqës. Të emlojmë pak edhe qitë letër, që kja qështu. Se na duhet i pastru durët e pak tavolinën e, sikur letra mo. Bravo. E kemi majonezin. Majonez për qëto sasi të spanaqit, parafërsisht i kemi 10 porcione. Na duhen 10 lukë të rafta, jo të plota. Po unë për qest plota e i numëra i ka 2 lukë. Se nëse që kjo nuk është 1 lukë, kjo është 3 lukë. Veç parafërsisht i qesim 10 lukë të majonezit. Qesim Worcestershire sos. Jo shumë pak. Qështu. Ufull. Dë bardh. Mundësisht mollës. 1 lukë. 1 lukë kësaj, 1 lukë kësaj. E kemi balsamico. Edhe kjo është ufull, edhe këto ja qesim 1 lukë. Kemi senf. Apo mustard. Edhe kjo është parafërsisht 1 lukë. Kemi oregano qëtu. Dyve ka 3 gishta. Vaj në ullirit 1 filxhan të plot. Vaj në thjesht. Gjithashtu 1 filxhan të plot. Edhe shkojmë të e përzi. Gjithmonë shkojmë nga aspekti që kjo të jetë në një masë që shtojnë nona tona, as e trash, as e holl. Pak kryp. Këto lirish muj me atë tash spanaqit. Gjysën ja qesim kësaj, gjysën kësaj, a kem dorë për me përdhia, po për përdhina me dorë? Tina. Ha? Tina. Bravo. Edhe kjo u bo, mujnë mja nalë.
Shumë bukur. Njonën qite qëtu, njonën qite qëtu. Edhe, mas e shkojna me djath, edhe me përshut. Pastaj, fillojna me pregaditjen e mishit rosës. Kjo mishi rosës. Shëndojnë qëta djath. Gjysën këtu, gjysën aty. Edhe përshutan për fund. Kjo salata jote e famshme. Hanëm. A bën pak qëtu? Tita, Jo, pak. Pa e provu. Fantastike. e ke vazhdojnë janë veç këshirë fajnë me janë gjujtë të tërguj. Që është, që të dy u bonë. Vërtet, që ke një, veç në dy pjata. Hajde ta shkojmë. Uj me aparat kamelotit. Faleminderit shumë, rënos kameloti. I vetmi aparat që nuk t'i hek vitaminat edhe mineralet. Gëzuar. Ilen. Gane hajde zemër. Hajde gane me kamelot. Po. Pastaj do t'pim me diçka tjetër. Dhe marrëm këtë patatën e kuqe edhe e grim padhim të heq. Pa dhim ty, po t'lo pa dhim te Pa ganja dhim. se mara hatje me ganën se me mu. Pa shamu Te unë por, jam dhe me licë. ndash me ditë po. Qitja ka pakun lirisht. Marrëm filetin e rosës. Filetin e rosës e bojmë me dovija qështu. Ja bojmë vijat, apo e premje, për një arsye, që me depërtu temperatura ma kollaj. Edhe kur qitet pula, gjdo produkt, pull, peshk, që ka lëkur, gjithmonë qitet prej lëkure, fortere, prej lëkure qitet, jo prej mishit. Pse? Sepse lëkura, kur bjen në kontakt me nxehtësinë, nëse qitet qështu, ajet kure qështu, mbledhet. Këtu tash e qesim edhe pak ashaft kumllave. Edhe aty qesim një gotë ujë, edhe ecim edhe këto. Maksimum? Maksimum. E kem gati qëto, edhe pak na duhet. Karotën gati kem, kësaj tash duhet mi qit pak balsamiko. I qesim ven të kuqe, shia, shumë e mirë. Shumë ven e mirë është. Tash të qelëm. Tash këtë gojën e dytë. Bravo, shumë bukur. Bravo, mësuesit. Qekua shia. Shi. Edhe pak në tash kësaj. Një lukë gjallë mirë. Të plot. Ta shkojna me finalizimin. Ai finalizimi është rosa. Hajde edhe se po. Po. Bravo. Këto veç me kryp bana. Veç me kryp edhe me biber. E kem trumzën, shkojna pak me trumz. E tash gane mujna mjanal pak. Kjo që qështu do të me qenë.
Kjo është për sot. Fileto rose me patate të ëmbël, karrot edhe salcë të kumbullës. Apo, na i themi të ashavit. A buh mirë? O, Rosh! Mirë se ke atë. Faton! Qyre me qfarë të gjire ka Shëra, ik bek gumbo. Staj ka bu ulla, boqe ulla, dira ka bu këtë salatën, shefi ka përgatitur këtu, mantijat I kemi nga mama Mantia, tortët nga Rudi dhe kështë në razën. Fjallën e ki. Një kombinim e kombo. Diçka me pranverë, se pranvera po vjen, edhe diçka me dimën, dimni që përshkon. Shqyqyr që përshkon, se la ka mërdhej. Kjo është e rosë, gjoksi i rosës. Pse kom gje këto, sepse është sezonat e saj, edhe të partë tonë, dihet, I me ushqy me gjatë tegra. Po, Shka do që kemi gjetë. E kom bo me patate të ëmbla, me qep të zgarës, edhe me kumla, me ashav të kumlave, po me vend kuqe edhe me balsamik. Timjan, karrot. Në më thonë është një recet jo shumë e vjetër, në kontekst që të ne kam fillu marrë gjanat me ëmbël. Pak ma bo. Edhe pse këto tash gjatë e egra gjithë më shkojnë me sene të ëmbla. Po na ato së kemi pa fill, edhe së kemi ditë edhe... Po, është. Ndërsa spanaqi, salata spanaqi tash para se me marë, duhet me përzi njerë, sepse salca I ka shku po thuj se këtë poshtë, e përzi njerë mirë. Se cili për vete leta përzi. Se jena tërpjana me nëzis po presim I ti. Me bo me mra me ushqy, se cili në mu dejnë ca bajëm këtu. Që kjo që shkurte. Shumë bukur. Tash unë po ju tregoj që to janë komplet produktet e Mama Mantis. Mama Mantia për çdo mbrëmje që e kemi të këtill është me ne, do të thotë për mysafirët e Jerry's Supper Club. Qito e ka punu Ola e ka dorën shumë, këto e ka punu Ganja, sarmat janë tollës, kjo është e Fatonit, do me thonë edhe Fatoni e ka punu në qka e ki punu? Më tonë që gjeri më ka s'jel trendis. Lutna, qashtë, letnide, është letnide. Edhe patatet I ka punu Ganja, salatën e ka punu Dea, ambëlsirat janë prej Rudit, do të thotë edhe qito janë s'po kallëzoj. A ke bo dhe sa vete? Jo, unë ju kom mbledh qa po të në ma shumë. Hongër thuj. Edhe me bo me hongër dhe me ju mbledh ku ki pomre ti. Veta dhe se su bonu. Po, palomat I kom pru, ujin e kom pru, për ndryshe ty të kom pru. Qa? Bol. Bol. Mos shko mani. Pjatat që ku I keni, gotat I keni, self-service është, urdoni edhe hani. Mos mullni krejt në tavëllë. Edhe ju boh mirë. Shqipet që I ullën Jo, në stall. Po,
Ka dëni, kretë shtëpia është e juja kati parë, katin e dytë mos vetëm se bomba atomike ka rënë. Kështu që ju boft mirë, e di që të gjitha ushqimet janë super të mira. Përgjithos di si jam me sigurt se kom provu. Ku premiqu? Në furrë edhe pak. Në furrë po, në furrë edhe pak. Për ndryshe, unë e fola boll, nesja ne mos t'i vjen Ju boft mirë. Ju boft mirë. Ciao. Na boft mirë. A keni pihesh? Që gëzuar. Gëzuar. Gjeri faleminderit për mikpritjen. Ma fal atë buzëqeshje dhe më mbyt me lumturi. Ma fal atë buzëqeshje dhe më mbush me lumturi. Asgjë nuk më ka mbetur, tani gjitha i humba. Dashuria dhe gëzimi u zhdukën për mua. A shkojmë bashkë refrenin? E kujtoj atakim me lote dashuri, jetoj me hat për qafim që ma dhurove ti. Edhe njerëz bashkë shkoj. E kujtoj atakim me lote dashuri, jetoj me hat për qafim që ma dhurove ti. Ku janë duaj trokin tjetë? Shkoj, 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 shkoj. Hajde! Kaluan shumë kohë, vite të tëra për ne. Ti i ke shumë large, pa më thos se ku je. Asgjë nuk më ka mbetur, tani gjitha i humba. Dashuria dhe gëzimi u zhdukën për mua. E kujtoj atakim me lotën dashuri, jetoj me hat për qafim që ma dhurove ti. Hajde gjeri, shkoj. E kujtoj atakim me lotën dashuri, jetoj me hat për qafim që ma dhurove ti. Ju falenderit shumë. Ma mirë son po punani. Sta shumë zej puna.
Hajde, shkoj! He, 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 he! Shkoj, shkoj! Kur kalon rrugës më razë si lulesa mat, kalon pak e hit ma syrin se m'ke zënerak. Kur kalon ti rrugësime dhe më buzër qesh, një fal jetës ka shgëzime jet dashnia vet. Ky marak, maraku i shkret, herët malen zemrën e qet. E dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për ta dy sy. E ky marak, maraku i shkret, herët malen zemrën e qet. E dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për ta dy sy. Shkoj me dua trokitje. He, he. Bravo, eca ty. Unë e di shka kërë zemër më thona ta sy. Luleje, luleke, emri lumi unë për ty. Kur kalon ti rrugësime dhe më përshëndet, mi fal jetës ka shgëzime jet dashnia vet. Ky marak, maraku i shkret, herët malen zemrën e qet. E dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për ta dy sy. E ky marak, maraku i shkret, herët malen zemrën e qet. E dashurin që kam për ty, nuk e ndroj për ta dy sy. Shkoj me dua trokitje. Bravo bre. E me marrë një ulqina, ama nuqina kurës ma donana, se m'ka zani zi u mahara. Ama nuqina kurës ma donana, se m'ka zani zi u mahara. Na më te me bukuri, Ania sa ma në moj buz burbuqe, as ma fal synin e zi. Ania sa ma në moj buz burbuqe, as ma fal synin e zi. Ju falenderoj shumë, jeni të mrekullueshëm. Era faja prej fikut, era faja prej fikut, e nuk e zuda kiku, e nuk e zuda kiku, jari naj naj nopa, era faja te gropa, jari naj 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 nopa, era faja te gropa, jari naj naj nopa, era faja te gropa, jari naj naj nopa, era faja te gropa. Hajde ku janë shqiplaga, shkoj! E me shami të kuqe, jeri na i na ginopa,
Jarina, ina, inopa, era faia te gropa. Jarina, ina, 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 inopa, era faia te gropa. Jarina, ina, inopa, era faia te gropa. Më jep një piku jo moj balu ke prer. Më jep një piku jo moj balu ke prer. Nëse do të japo trëndafir o mer. O nëse do të japo trëndafir o mer. Jarnana, jarnane, jarnana moj të gjeqene. Jarnana, jarnane, jarnana moj të gjeqene. Hashkim bashk, jarnana, jarnane, ju ma shumëre. Jarnana, jarnane, jarnana moj të gjeqene. A që kanë shpia gjerit. Hajde, he, he. O me dorën tënde moj balu ke prer. O me dorën tënde moj balu ke prer. Nëse do të japo trëndafir o mer. O nëse do të japo trëndafir o mer. Shkëm këtë bashk. Jarnana, jarnana, jarnane, jarnana moj të gjeqene. Jarnana, jarnane, jarnana moj të gjeqene. Jarnana, jarnane, jarnana moj të gjeqene. Në një aro moj në një lëndina, trëntelina moj, trëntelina. Jena flise për dëshurina, trëntelina moj, trëntelina.